Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Ramën se po ushtron presion mbi gjykatën kushtetuese. Në një konferencë me gazetarët, Berisha mbështeti reagimin e shoqatës së gjyqtarëve kundër qëndrimeve të kryeministrit Rama gjatë ditëve të fundit në lidhje me kushtetuesen. Sulmet ndaj gjykatës kushtetuese në këtë çështje janë të papara ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Kërcënimet, paritja dhe metodat të tjera kriminale po përdoren në ambientin gjendar. Unë vlerësoj reagimin e shoqatës gjyqtarëve. E vlerësoj atë si një reagim në mbrojtje të ligjit dhe të kushtetutës. Ndërkaq Berisha kritikoi projektligjin për marrëveshjen e paqes fiskale, i cili sipas tij i hap rrugë pastrimit parave të drogës e krimit në Shqipëri. Edi Rama, zëdhënës kryesor në Europë i karteleve të drogës në Shqipëri dhe Amerikën Latine, me ta shtuquar paqe fiskale, ka sankcionuar amnistin për paratë e drogës, krimit, jo vetëm të karteleve të fuqishme shqiptare, të kokainës dhe kanabisit, por dhe ortakëve të tyre në Amerikën Latine. Partia Demokratike ka depozituar në kuvend disa amendamente për paqen fiskale, por në komisionet parlamentare këto amendamente janë rrëzuar.